preferime dashurie. Mirëmëngjes të gjitha. Ju uroj një ditë të mbar, pavarësisht si është moti, kudo që të ndodheni, paçi mirësinë e shpirtit dhe dashurinë për të jetuar një ditë të mbar. Pjesë e trupës profesioniste të teatrit Migjeni Nderi Kombit prej rreth 7 vitesh është aktori i këtij teatri Nikolin Ferketa, i cili në ecurinë e tij ka realizime të mjaft roleve, ka emocione të fuqishme, sfida, por edhe vlerësimin e duar trokitjeve. Natyrisht, për të realizuar galerinë e personazheve, është një punë thelluese, njohëse, por edhe rrezatuese në atë çfarë aktori paraqet me artin e tij. Vetëm në vitin e fundit, ai është pjesëmarrës dhe ka role në mjaft pjesë të vëna në skenë, mund të përmend koncert në kohë pandemi, Big Brother VIP, Çifti i lumtur, Gjaja, Zhurma jashtë skenës, Takimi i parë, të gjitha këto i shtohen atij numri prej rreth 30 projektesh artistike që ai ka marrë pjesë. Natyrisht, çdo gjë lidhet me realizime. Me mua sot në studio është aktori Nikolin Ferketa, i cili natyrisht vjen me hapin e ditës, me angazhimet që ka, por edhe me ecurinë e tij. Mirëmëngjes Nikolin, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes dhe shumë faleminderit për ftesën. Më vjen mirë që sot jeni në studio. Dhe unë kur përmend realizime rolesh, nuk ka rëndësi nëse është një rol shumë i gjatë, një rol që zëvend kryesor, por të impenjohesh në një projekt të teatrit me rolin e tij, do të thotë që të kesh një thellim, një sfidë për ta nxjerrë atë sa më mirë, apo jo. Secili nga këto role kanë një impakt të veçantë në ecurinë tuaj, apo jo? Secili nga rolet besoj se ka vlerën e vet, ka impenjimin e vet, ka bukurinë e vet. Nuk ka rëndësi nëse është rol kryesor, apo është rol dytësor, apo tretësor, etj. E rëndësishme është atë që të caktohet nga regjizori ta krysh me profesionalizëm, por mbi të gjitha me dashuri. Sepse teatri është një ndër vendet ku për aktorin, por edhe për spektatorin përçon dashuri, përçon mesazh. Sepse teatri është një vlerë e mesazheve të cilat ndodhin në jetën e përditshme, por të cilat transmetohen në skenë, në forma artistike, edhe në zhanre të ndryshme, qoftë dram, komedi, tragjikomedi etj. E rëndësishme besoj për një aktor është që të realizohet një figurë artistike e cila plotson atë personazh të një vepre të caktuar, ku ti me atë personazh pastaj jep një mesazh. Dhe me atë se çfarë ka dashur me thënë autori, por edhe se ku ka dashur me dalë vetë regjizori me një X shfaqje të caktuar, qoftë dram, qoftë edhe estradë, sepse edhe estrada është një zhanër artistik i cili në Shkodër pëlqejet jashtëzakonisht shumë, por shumë mjeshtrar. Ka një gjë, estrada nuk e luan çdo aktor. E vërtet. Nuk e luan çdo aktor, sepse estrada është një zhanër tjetër artistik, por që transmeton tek spektatori në forma satirike të gjitha problematikat që mund të ketë një shoqëri në fushë të ndryshme të saj. Nikolin, unë mendoj dhe kështu është, kur mendohet që të vëhet në skenë një pjesë, besoj se teksti shpërndahet tek të gjitha aktorët, apo ja? Po. Kjo është. Kur e lexon një pjesë, e mendon ke ndonjë qasje të veçantë, si ndodh me ty për ndonjë rol dhe si përkon kjo dëshirë e jotja me ato që regjizori të cakton, si ka ndodhur në disa herë dhe çfarë kanë lënë këto tek
E kuptoj. Me ju. Kur merr një vepër artistike dhe prezantohesh me të për herë të parë, kur e lexon sigurisht që të krijon atë impaktin e parë. Mënyra se si është shkruar, mënyra se çka ka dashur të thonë autori, ka një lloj shkëmbijet mes aktorit dhe veprës artistike. Plus pastaj janë fazat e tjera apo hapet e tjera, të cilat janë për të kuptuar veprën, për të kuptuar marrëdhëniet që personazhet brenda veprës kanë njëri me tjetrin, dialogjet, monologjet, skenat. Pastaj është faza tjetër e cila është më e thellëzuar për të bërë rolin, për të bërë tanin. Pra që ti të hish me mish dhe me shpirt tek ai personazh. Kjo është shumë e rëndësishme. Sigurisht që duhet që ta pëlqesh si vepër, të dashurohesh me atë vepër, edhe të bëhesh pjesë e saj. Plus pastaj të kuptosh edhe personazhin se cili je, ku po shkon, çfarë po bën e tjera. Janë, domethënë janë 1001 gjëra të cilat të fusin brenda një personazhi, edhe pastaj del mesazhi i veprës. Në fakt, të jesh aktor do të thotë të jesh një person i kulturës, i thellimit të jo vetëm të një roli, por të gjithë veprës për të dhënë mesazhet e kohës, për ta ballafaquar atë me aktualitetin. Do të thotë që të jesh një njohës i letërsisë, por dhe i historisë. Kjo gjë e shumëfishon rolin e aktorit. Nuk e bën thjesht një interpretues, por e bën një përçues të vlerave kulturore, historike, sociale, etj. Ti aktor dhe më thënë fjalë shumë e madhe për një person. Prandaj është ajo që quhet Universiteti i Arteve, ose siç ka qenë dikur Akademia e Arteve. Ka një lloj, janë disa vite për të bërë aktor, ka një lloj fazet shumë të gjatë. Ti je aktor, duhet të thotë që të dish sigurisht me gjitha fushat, por ajo që është më e rëndësishme është që të transformohesh si person. Sepse duhet të futesh në psikologjikën, në mendimet, në ndjenjat e një personi tjetër. Edhe shpeshherë është ajo ideja klishe që thonë që aktori edhe shtiret ka raste në jetën e përditshme, sepse luani rolin edhe në jetën e përditshme, por që aktori duhet të jetë shumë dimensional në të gjitha fushat. Sepse vjen një moment që do luash një X rol të caktuar, ti duhesh të studiosh për atë rol, duhet të studiosh për kohën kur është shkruar vepra, duhet të studiosh për autorin, sepse në radhë parë duhet me njoftë autorin, se kush është, çfarë veprash ka shkruar. Edhe autori ka një lloj stili të tij për sa i përket veprave artistike. Pra, duhet me fillu që nga aja, që nga autori. Pastaj në momentin kur ke një X personazh, duhet ta studiosh atë personazhit. Është tjetra që varet se kur zhvillohet ngjarja, ku zhvillohet ngjarja, zhvillohet në Shkodër, në Shqipëri, në një shtet tjetër. Duhet kuptosh mentalitetin shqiptar, mentalitetin e një shteti të huaj. Ju ka ndodhur, si ndodh tek ju, jetoni me rolin, do të thotë që edhe pasi mbarojnë provat, mendja vazhdon, ecën rrugës, ke një monolog me vetë, ose në shtëpi, vajza ju, ej babi, un jam me rolin. Rëndësishme është që s'm kanë që me fol me veti, si me fal gjatë rrugës, po me mend pa. Me mend pa. Duke menduar për rolin, për personazhin, për marrëdhëniet, për këshillat që ti jep regjizori, duke pasur si ti mundesh për me përparuar atë si personazh, ose deri ku duhet të frymëzohet nga puna e tij, edhe duhet të njësohet me atë produkt që natyrisht nxjerr, kudo qoftë, në rastin tuaj, sepse është shumë përgjegjësi për të dalësh para spektatorit apo jo. E rëndësishme është që ta bëjmë spektatorin për vete. Sepse edhe spektatori nuk është, jo të gjithë spektatorët e pëlqejnë një zhanër artistik, janë të ndan, dikush pëlqen një zhanër tjetër, dikush një zhanër tjetër. Rëndësishme është që spektatori mos të dalin nga teatri ashtu siç ka hyrë. Sepse nëse spektatori del nga teatri siç ka hyrë, atëherë cili është rezultati i punës tonë. Pra, kur të dalin nga teatri, sigurisht ai duhet të dalin me një mendim tjetër, duhet të dalin duke reflektuar mbi atë se çfarë ka pa. Edhe çka ka dashur me thënë trupa artistike me këtë vepër. Pra, ne duhet të godasim
në fusha të ndryshme duke lënë mesazhe se si mund të përparohet një problem apo se si mund të jetë historia e një X vendit, një X ngjarje të tjera. Megjithëse nuk janë shumë, rreth 7 vite që ju jeni pjesë e trupës teatrit Migjeni Nderi i Kombit, rolet, pjesëmarrjet, projektet dhe produktet artistike nuk janë të pakta. Mbi 20 e sa, afër 30, secila ka një histori. E fillon me rëndësia të qenit i ndershëm. Po, me atë kanë filluar, janë rreth 26 role në teatr. Për të mos përmendur veprimtaritë të tjera që domethënë i shtohet aktivitetit tuaj. Si ke ndier veten në fillimin e punës në teatr, kur ke shkelur ditët e para, je ndier paksa i brisht në atë hapin tënd, apo je ndier i mbështetur me dashamirësinë e të tjerëve? Faktikisht teatrin unë e kam filluar që në vogli. Me mbështetjen e babës, ka qenë i cili ka shkruar do gjëra të vogla në mënyrën e tij. Edhe kena fillu pastaj duke dalë në teatr, me teatrin e Lirikumit, edhe aty kena kanë. Por që kur kam luajt me trupën profesioniste, më mend kam kanë në vit të tretë në universitet. Edhe i ndjeri, Bardhë Smaja, më ka ftu për me luajt një rol në rëndësia të qenit i ndershëm të Oscar Wilde. Nderim për Bardhë Smajën. Është një figurë, ka një figurë shumë rëndësishme e kulturës së qytetit, por edhe një njeri shumë i mirë. Kemi pasur dhe ne drejtues këtu në radio dhe mbështetës, pozitiv, njëri artist me shpirt të bukur që ka transmetuar mbështetje gjithmonë. Ka një ndër persona që më ka dashur vërtet shumë. Me Bardhën kam ndajt pothuajse gati çdo ditë. Që nga momenti kur kena fillu provat, unë kam qenë student atë kohë, si që thash, edhe puna me Bardhin, Bardhi ishte aq dashamirës, ishte aq i dashtun me aktorin, deri në momentin që e shifte që aktori ka arrit aty ku duhet. Edhe unë si student që isha atë kohë, sigurisht nuk e kam pas shumë të lehtë për me realizu një personazh të tillë të Algernon Moncrief, kam pas atë kohë, por që puna me Bardhin, me kolegë të tjerë, mbështetja, dashamirësia, arritën që ne të zjarrim një shfaqje ashtu siç i ka hije. Ajo ka qenë domethënë një ndër projektet e para që kam luajtur me trupën profesioniste të teatrit. Pastaj më mend që ka qenë edhe Kanili Argjantit. Me Kanilin Argjantit pastaj isha si aktor profesionist me trupën e teatrit Migjeni. Aty unë kam pas më mend rolin e një partizanit i cili gjatë sistemit komunist vjen edhe shkatërron çdo gjë që gjen përpara. Edhe pikërisht ishte ajo drita e atij Kanilit të Argjant në një shtëpi e cila e shqetësonte këtë si personazh. Shumë njerëz kanë ngujt atë kohë me çka kena dëgju, me çka kena lexu, pa etj, kështu që janë domethënë histori të cilat vendi joni ka kalu me shumë vështirësi. Por të luash këto role do të thotë të njësohesh me to apo jo? Duhet futesh në mishin e çdo personazhi për me arrit, për me kuptu si personazh. Çfarë ju tha Bardhi? Bardhi ka qenë një ndër ata persona të cilët më mbështete gjithmonë. Më ndote shumë. Do të thënë me fjalët e tepërta janë fukrave, kështu që në fakt kjo është marrëdhënia. Përpara se të dalësh në atë kulmin që është shfaqja, duhet të kesh një rrugë. Edhe kur kjo rrugë është mbështetëse,
do të thotë që ndërton çdo ditë. Për çdo njeri, por në rastin tuaj të aktorit ka të bëjnë me një ndjesi shumë të brisht edhe në shpirt, duhet të ndjehesh mirë i mbështetur për të dhënë maksimalen tënde, apo jo? Sigurisht, e rëndësishme është që duhet të ndihesh mirë në një ambient të tillë ku punon. Duhet të ndihesh mirë me veten, duhet të ndihesh mirë me kolekt, duhet të ndihesh mirë me pjesën, me regjisorin e tjera. Në mënyrë që të nxjerrësh një produkt sa më të frikshëm. Duke qenë në hapat krejt të parë tuaj, ju keni marrë pjesë në shfaqjen Danimarka Toka Jon. Po. Dhe kur trupa e teatrit Migjeni ka konkuruar në Koko Fest, ju jeni cilësuar nga juria aktori i ri më i mirë. Po. Çfarë shkëndije ju dha pikërisht ky vlerësim? Atëherë si me thanë, ishin mujt e parë kur kisha filluar si profesionist në teatr. Danimarka Toka Jon është një vepër e shkruar dhe e vënë në skenë nga profesor Stefan Çapaliku. Aty unë kam pas rolin e Murrashit edhe rolin e Hamletit. Por që mënyra se si ishte ndërtuar shfaqja ishte rreth një komedi e zezë. Të asaj se çfarë është bën në Shqipëri dhe të asaj se çfarë është bën për sa i përket pjesës së Hamletit. Dhe në momentin që unë kishte një paralelë artistike. Po, në momentin që unë vlerësova nga juria si aktori i ri më i mirë i festivalit në vitin 2016 në Koko Fest, sigurisht që më dha një kënaqësi, sepse ajo është një ndjenjë e cila aktori kur vlerësohet sigurisht që merr një kënaqësi shumë të madhe, por edhe një shtys për me mujt për me ecë edhe më përpara dhe edhe për mi dhënë vetit për me punu më tepër. Bëhet burim, frymëzimi dhe përgjegjësia akoma më madhe. Sigurisht ishte një lloj emocionit i parë për sa i përket një çmimi si aktor i ri më i mirë i festivalit, edhe besoj se kjo nuk është si shkak i asaj se çfarë unë kam bërë me personazhin, por kjo është si rezultat i gjithë trupës. Për mënyrën se si është ansambël, mënyrën se si është punuar. Pra kjo nuk është vetëm vlerë jame, kjo është vlerë e gjithë trupës që ka interpretuar në atë shfaqje. Ndjeni modest, por një çmim është i juaj, ky çmim është i juaj dhe besoj se do të jetë aty tek shtëpia, vendi ku ju edhe burim frymëzimi sa herë e shikoni, do të thotë që keni përgjegjësi të reja për të realizuar gjëra të bukura. Po përmend edhe një tjetër shfaqje të famshme të teatrit Migjeni, Gomari i Babatasit. Keni patur një rol i cili natyrisht ju ka dhënë duar trokitje, ju ka dhënë mbresa, vetë shfaqja është mirëpritur shumë, është vlerësuar shumë. Për ju çfarë ka qenë kjo pjesëmarrje? Gomari i Babatasit nga Algjer Shfishta, nga i malli Algjer Shfishta, sigurisht që për mua ka qenë një ndër pjesët apo një ndër shfaqjet të cilat më ka pëlqyer zakonisht shumë. Unë aty kam pas rolin e një servilit të këtij Babatasit, i cili sigurisht duke qenë se bahesh servili me një personi që është me pozitë e tjera, sigurisht që do mundohesh për të ecë përpara në këtë kohë. Kështu që ajo ka qenë një ndër shfaqjet të cilat më ka dhënë një kënaqësi shumë të madhe për faktin sepse aty mënyra se si është ndërtuar shfaqja nga regjizori Altin Basha, sepse ka qenë një satirë në vargje. Edhe aty janë shpalos të gjitha ato negativitetet që sot të paraqet të vetë politika shqiptare. Mënyra se si është. Ju vetë ju desh të punoni në laboratorin tuaj krijues për ta paraqitur këtë servilin një xhongler të situatave.
Shiko, vetë çdo rol ka një lloj laboratori për me arrit deri në rezultatin final. Por për të nuk ka kanë shumë lehtë. Jo çdo rol është i lehtë për të realizuar. Por mënyra se si është trajtuar ajo shfaqje me një mori shumë të madhe elementesh artistik, me një skenografi e cila u transformohet sa nga një sallë parlamenti, u transformohet në një ambient tjetër, mënyra se si ato njerëz nga pozita dhe opozita dialogonin njëri me tjetrin, shamatoheshin, shaheshin e tjera, ishte një realitet ku njerëzit qeshnin me të madhe, sepse është vetë satira, por ama është për të qanë, mënyrën se si në çfarë realiteti jetojmë ne si njerëz, por edhe si artist. Ne përmendëm disa nga këto shfaqje për të thënë sa vlera të fuqish të mëdha kanë ato, dhe sa rëndësishme është që her pas here të drejtohemi edhe shfaqjeve të tilla, të cilat ndoshta mund të jenë në një repertor aktiv të teatrit, të rivihen në skenë në mënyrë që përderisa kanë forcë të madhe aktuale. Nuk e di, këto janë planet e teatrit, por mendoj se gjithmonë evidentimi i të tilla vënieve në skenë mbetet me interes, apo jo? Sigurisht. Teatri çdo vit ka ato projekte të veta artistike, të cilat paraqiten tek spektatori. Ne tash për momentin po punojmë për sa i përket festivalit të shkollave të mesme. Do ndalemi pak më vonë, sepse ju keni një rol tjetër aty, domethënë një pozicion tjetër në art, në realizimin artistik, ndërkohë unë dua të qëndroj përsëri në laboratorin tuaj krijues si aktor. Jeni aktivizuar edhe me humorin, edhe me estradën, e cila kërkon një mjeshtrim më vete. Madje edhe në pjesët që përmendën janë të karakterit satir, humor, por që estrada i fokuson. E keni pasur me dëshirë, e keni pasur të them diçka që e keni brenda vetes, apo është natyrisht një detyrë që duhet ta kryeni? Me estradën sigurisht që jam një jashtëzakonisht shumë mirë. Për faktin sepse njerëzit janë shumë të dashur në mënyra se si është fryma e grupit, vetë shfaqja e cila është humor, sepse spektatori është në Shkodër me sot për sot besoj që është një ndër mbështetësit më të mëdhenj për sa i përket fushës së estradës. Në shfaqjen e parë, për sa i përket trupes profesioniste të estradës, unë kam pas fatin të jem me shfaqjen koncert në kohë pandemie, me regji të Ismet Drishtit. Sigurisht ajo ka qenë një shfaqje satir, një varieté, ku u prit jashtëzakonisht shumë mirë nga publiku i Shkodrës, sepse pjesa më e madhe ishin të ri, por edhe fati jonë që kishim të lunim me mund ta quajmë me kolosat e humorit shkodran edhe shqiptar. Edhe e dyta ishte pastaj që erdhi Big Brother VIP Shkodra. Edhe ajo ka qenë një eksperiencë jashtëzakonisht shumë e bukur, të cilët unë i maj mend me shumë dashuri. Estrada është një ndër fushat e cila më pëlqen shumë. Më pëlqen që ta Ju keni studiuar në Universitetin e Arteve. Ju kanë cilësuar aktor të planit, më shumë të planit dramatik apo komik? Nuk e di, ndoshta nuk është tamam kështu, sepse ju keni emrin, titullin aktor, por si keni ndjerë që në atë kohë trajtimi nga profesorët tuaj, nga regjisorët? Universiteti i Arteve ka një strukturë e cila është mbështetur mbi studimet apo mbi strukturën e ruse. Kështu që në vetë studimet, vetë forma se si një student zhvillohet në atë universitet, është për sa i përket zhandrit të aktorit dramaturgjik.
por duke përfshi edhe komedinë, sepse edhe vetë komedia është një pjesë. dramaturgjisë. Zakonisht vetë profesorat më shifshin ma tepër tek pjesa e humorit sesa tek pjesa e dramës. Ke thonin ke fisionominë e humorit, ke mënyrën e të luajtur në skenë ma tepër nga humori sesa nga drama. Megjithatë, në projektet tuaja artistike keni realizuar dhe filma që kanë të bëjnë me forcën e një dramaticiteti mjaft të fuqishëm, pesha zhgënjimit midis dy jetëve, dokumentar tjetër, simbolet e qëndresës. Po, simbolet e qëndresës, gjë që ju kanë portretizuar edhe në planin e fuqishëm dramaturgjik. Këto faktikisht këto projekte i kam realizuar në momentin kur këto janë projekte vetjake, por gjithsesi ju japin një dimension kulturor, si artist. Po, këto janë kur nuk e kisha filluar akoma Universitetin e Arteve. Kam kanë njeri, kam kanë atë kohë punoja, edhe kështu që dëshira e madhe për të marrë me ngjarje artistike mund të quaja, ka kanë ma tepër për sa i përket shfaqjeve që kam ballë te Teatri Lirikumit, mund të quaj filmave dokumentar. Për shembull Simbolet e qëndresës është një film dokumentar i cili i kushtohet martirëve shqiptar për mënyrën se si ato janë trajtuar në kohën e komunizmit, se si janë poshkatuar etj. Pastaj ka kanë pesha e zhgënjimit që flet për një historia një vajze e cila është gënjy nga një person për t'i ikja shtetit, për të filluar shkollën e tjera, ndërkohë që haset me një realitet krejt tjetër, edhe pastaj mes dy jetëve. Është një film që është ba me Studio Simonin, edhe është një projekt i cilin e kena ba me dëshirën e mirë për të bërë diçka. Pra, na mbledh një grup shokësh, kena realizuar një film thjesht, një film modest. Edhe e kemi pas fatin që ta prezantojmë për spektatorin edhe këtu në kinema në Shkodër. Besoj që është prit mirë. Kur i përmend, i kujton, ke dëshirën përsëri t'ju rikthesh këtyre projekteve, qoftë edhe vetjake, por që janë artistike, janë kulturore. Shiko, dëshira flas për vete, dëshira për mua shumë e madhe për të realizuar shumë projekte. Por për sa i përket projekteve, tash është kjo ideja që do më bëj diçka, po okay, di legjej sponsor ha dy bana. Por që tash ka ndryshuar shumë gjëra, ka ndryshuar ekonomia, ka ndryshuar mënyra jetesës, ka ndryshuar marrëdhënia me njerëzit, edhe për të bërë diçka të mirë për sa i përket fushës artistike është pothuajse e pamujtur. Këtu duhet me kanë një person i cili ka një peshë shumë të madhe në shoqëni, edhe ndoshta mundesh për me realizuar diçka. Por kur je një person i thjesht, i cili je thjesht një qytetar, është shumë e vështirë për me një projekt artistik, sepse nuk ke mbështetje. Ka marru koha mbështetjeve. Në kuptimin financiar, por edhe në bashkëpunim. Ndërkohë që mbështetjet artistike, njerëzore, profesionale janë për rreth jush, apo jo? Për ndryshe ju nuk do të punoni me aq dashuri te kolegjana për shembull. Janë pjesë të cilat janë të projekteve të teatrit Migjeni, të një institucioni ku unë jam i punësuar. Dhe jam i detyruar që t'i bëj. Por që kjo detyrë pastaj kthehet në dashuri. Kjo është edhe bashkëpunim. Unë kam pa gjithë kolanën e të vënë në skenë, ato pjesë, 8 më duket, nuk e di nëse e gaboj, por që kam vënë re një lloj bashkëpunimi, komunikimi, bashkëpunimi edhe me nxënës dhe të rinj që janë aktivizuar, por ndërmjet aktorëve, artistëve të këtij teatri ka qenë një sintoni mjaft melodioze.
Kuliqena ka kënë një dhe projektet e teatrit Migjeni dhe ka dhënë një rezultat jashtëzakonisht shumë të mirë për formën dhe mënyrën se si është dhënë. Kjo ka kënë një ide e drejtoreshës, e Ritës, e cila pastaj sigurisht me mbështetjen e saj dhe me dashamirësinë e saj është dhënë në vende të ndryshme të qytetit të Shkodrës, edhe pastaj duke qenë se e pame që ishte diçka shumë e mirë, edhe për teatrin, edhe për qytetin, janë rivu këto shfaqje edhe një herë, për herë të dytë, por tashma në oborre të ndryshme të Për ta shtëpive. përquar, ishte edhe koha e pandemisë dhe ajo mënyra se si teatri u hap afër dhe erdhi shumë afër, 2 metër afër spektatorit, në ambiente të hapura, ishte një mundësi, një çelës shumë i mirë i transmetimit të vlerave. Nuk është gjithmonë që spektatori duhet marrë te teatri, edhe teatri duhet më shku tek spektatori. Është një komunikim mes teatrit edhe spektatorit. Ne jena për spektatorin. Sepse në fundit është spektatori që na duar troket, është spektatori që na mbështet, dhe unë mendoj që ne duhet jena në shërbim të spektatorit, në asaj se çfarë kërkon sot spektatori, por sigurisht u pas parasysh edhe se çfarë kërkon vetë teatri si vlerë artistike. E vërtet. Ajo që më bën përshtypje është angazhimi juaj edhe me trupat e teatrove të shkollave të mesme. Çka do të thotë që është një komunikim shumë i afërt i artistëve profesionistë për të mbështetur të rinjt që aktrojnë, që kanë prirje, për t'ju ofruar ata tek teatri dhe mundësitë që ju jep për të vazhduar më tej, por edhe për të realizuar shfaqje të bukura. Keni bashkëpunuar disa vite me shkollën e gjuhëve të huaja. Besoj se ka qenë një eksperiencë e bukur. Sigurisht. Ky është viti 4, faktikisht, që bëhet festivali i teatrëve të shkollave të mesme, dhe besoj se është po një gjë pozitive për sa i përket të rive të qytetit, sepse janë të rinj të cilët ndoshta nuk kanë, po ka të rinj të cilët nuk kanë shkenë asnjëherë në teatr. Ka të rinj të cilët nuk janë marrë kurrë me teatr, edhe pse mund ta kenë si dëshirë të fshehun për të marrë me teatr, por duhet jetë dikush që t'i japi një lloj shtypse. Kështu që besoj se është një ndër gjërat më pozitive që teatri ka marrë një angazhim të tillë për të bërë me këto shkollat. Është sfiduese të gërmosh, të nxjerrësh në pa, të ofrosh të rinj për të ngjitur në skenë, sepse unë nganjëherë vëre kam pasur një rast kohët e fundit që ishte një djalë i ri, shumë me vlera, kishte realizuar një projekt, kishte fituar në të projekt, dhe kur e ftova, kur i bëra ftesën, tha, unë kam shumë dëshirë, po e kam shumë të vështirë të jem para kamerave. Ndërkohë që të dalësh para spektatorit janë shumë sy, njerëz, pra edhe emocionalisht është ti ngjitesh këto të rinë në skenë është një sfidë më vete. Nuk e di se si e ndjeni ju këtë. Sfida më e madhe besoj është me ato persona apo me ato nxënës të cilët nuk kanë dalë asnjëherë në skenë. Sepse ato hasen me emocionin e parë të spektatorit. Edhe kështu që hap pas hapi gradualisht duhet ti mësosh me idenë e emocionit, me idenë e skenës, me idenë e personazhit, me idenë e ndërtimit të marrëdhënieve të personazheve njëri me tjetrin. Edhe pastaj kjo gradualisht vjen e bëhet e tija. Nuk mund ta ketë ma emocionin e parë si emocionin frenues e tjerë. Rëndësishme është që këto të ri, qëllimi i kësaj është që këto të ri t'i afrohen vlerave artistike të qytetit, t'i afrohen artit, t'i afrohen kulturës. Nuk është dëshira e të gjithëve, por ama dëshira e atyre të cilët janë dhe dojnë për të marrë vërtet me këtë punë. Kjo është detyra jonë që t'i bim sa më shumë të ri në teatr. Ke realizuar pjesë të bukura, sepse ju të përzgjidhni pjesën, apo? E ta zbërthejni më pas. Po, unë e kam pas fillu me Emigrantët, është një vepër polake, Slavomir Mrożek,
pastaj kam vazhdu me një vepër franceze, Triumfi i mjekësisë i Jean-Louis Fournier, edhe pastaj ka kanë u ba kjo Koliciana, që u ba me shkollat e mesme, kurse tash kam marrë një pjesë dramatike shumë e fortë. Pjata e Drunit është një nga autori Edmund Morris. Ai është një mesazh shumë i fortë për sa i përket aktualitetit, vlerave humane që ka. Për mënyrën se si fëmijët i çojnë prind në një azil të pleqve. Sepse dojnë që të rrinë pa shqetësimin e tyre, kështu që është një, besoj se është një mesazh shumë i fortë. Mesazh i fortë dhe aktual, do të thosha, për njerëzit e vetmuar, gati të braktisur. Po e realizoni? Nena ka qellu që të shkojmë edhe tek azili i pleqve. Të japim shfaqje. Madje kena kanë me çiftin e lumtun, me regji të Josef Shirokës në bashkëpunim me qendrin Rinore Arka. Dhe kur shkuam atje ne pa me njerëz të cilët ishin shumë të dashur njëri me tjetrin, të priqin me shumë dashuri, ju çelin syt kur vjen dikush. Por thellë të hish edhe të diskutosh me ta, gjithë secili ka dramën e vet. Është një dramë shumë e madhe. Ky është roli i artit, roli i artistit, i aktorit, të gërmoj tek jeta sociale, të thellohet, ta përqas pikrisht artin e tij me jetën, me njerëzit. Këtë pjesën Pjata e Drunit ju po e realizoni me një shkollë tjetër. Po, unë këtë vit jam në shkollën Adem Haxhia në Postrit. Në Postrit, në mes, po. Atje. Dhe mendova e pashtë të përshtatshme për ta vendosur këtë si shfaqje. Si po ecën provat? Besoj deri tani jemi mirë, por që sigurisht ka nevojë për shumë punë, sepse janë student, janë nxënës të cilët nuk kanë asnjëherë në teatr, por që edhe nuk janë nesh me emocionin e parë të teatrit. Por që shoh që dëshira e tyre për të realizuar këtë si shfaqje është e madhe, sepse nuk prandaj them që duhet të jetë dikush që t'i flasin, t'i japin një shtys, t'i flasin për teatrin, t'i flasin për kulturën. Në këtë aspekt pra, me shfaqjet e shkollave të mesme ju jeni në rolin e regjisorit. Ndoshta keni model Bardh Smajën në komunikim apo jo? Sepse këto janë modele që mbesin. E di, e kuptoj. Shiko, unë faktikisht kam punu me disa regjizor, por që pastaj çdo aktor apo çdo regjizor ka formën e tij të mënyrës se si punon. Kështu që edhe vet shkolla, vet Akademia e Arteve të jep një lloj modeli, të jep një lloj formet, sepse bazat faktikisht i merr aty në atë vend, sepse aty formohesh si student edhe pastaj je gati për të dalë një jetë si profesionist. Pastaj modelet janë të ndryshme. Dhe kjo është gjë e mirë për një aktor, që provon modele të ndryshme dhe eksperienca të ndryshme me regjisor të ndryshëm. Gjë e bukur. Besoj se shfaqjen do ta sillni bukur në skenë, por ky nuk është projekt i vetëm, sepse ju thatë që trupa e teatrit Migjeni do të angazhohet me një pjesë të antikitetit. Po, është një pjesë e antikitetit grek, quhet Hekuba, nga Euripidi, nuk është përkthyr asnjëherë, është në proces përkthimit të sipër. Edhe besoj që do filloj punën nga marsi me Enke Fezullari, i cili është regjisor. Edhe për mua është edhe eksperienca e parë në një antikitet, sepse nuk kam pas rastin të luaj një vepër të antikitetit grek. Por besoj që do jetë një punë shumë impenjative, shumë e madhe, por edhe shumë e bukur. Natyrisht nëpërmjet këtyre minutave ne hapëm një dritare, atë laborator, atë ndjesi, atë sfidë, atë kënaqësi dhe aktivitet që të jep profesioni i aktorit.
që në të vërtet është një personalitet artistik, social, ndërlidhës i skenës me spektatorin, edhe pse jo i duar trokitur edhe i pëlqyer nga një masë e madhe njerëzish. Nikolin Fërketa, një prej aktorëve të teatrit, mi gjenin deri i kombit, na edhe këtë emocion me ecurinë e tij, me sfidat, por edhe me vështrimin në ecurinë e mëpasme. Nikolin ishte shumë kënaqësi. Edhe kënaqësi që unë ju njoha pak më afër, e shpresoj që edhe ato që na kanë ndjekur kanë dëgjuar historinë tuaj, rrugtimin tuaj, i cili ende mund të quhet në fillesa. Sigurisht. Ju falenderoj për ftesën, për mundësinë që na jepni për të njoftuar edhe më tepër me spektatorin, por edhe për të dhënë mesazhe me vlera shumë të mëdha. E vërtet. Unë ju uroj shumë bashkësi. Edhe keni një vajzë të vogël, nusën tuaj. Besoj se i keni mbështetës, apo jo? Sigurisht. Duam t'i përshëndesim. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mbarësi dhe suksese. Faleminderit. Mirëmëngjes Shkodër. Emision informativ, social, kulturor.